Policia e Qarkut Shkodër ka zhvilluar disa operacione gjatë 24 orëve të fundit, duke arrestuar një person të shpallur në kërkim për mashtrim dhe duke proceduar penalisht disa shtetas për shkelje të ndryshme ligjore, mes tyre edhe për dhunë në familje dhe drejtimjeti pa leje. Shërbimet e policisë kufitare në pikën e kalimit kufitar Hani Hotit kapën një shtetas i moshës 22 vjeç, pasi ishte i shpallur në kërkim nga Komisariati i Policisë Kavaj për veprën penale mashtrim. Pas kallëzimit të bërë nga një shtetas, 22 vjeçari kishte marrë një shumë të konsiderueshme parash nëpërmjet mashtrimit dhe nuk ja kishte kthyer më. Veprimet e tjera procedurale do të kryen nga Komisariati i Policisë Kavaj. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori ku nisi procedimin në gjendje të lirë për shtetasin BB 39 vjeç, pasi kishte ushtruar dhunë psikologjike ndaj bashkëshortes dhe 2 vajzave të mitura të tij. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori ku nisi procedimin në gjendje të lirë për një 58 vjeçar banues në fshatin Mjed dhe një 54 vjeçar banues në fshatin Hajmel, një 29 vjeçar banues në Shkodër dhe një 14 vjeçar, pasi u kapen duke drejtuar motomjetet pa leje drejtimi. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.